Problemet kanë qenë ta që sahatët toni i murë në Austriak. Austriak të shumë. I kanë morë e i kanë shumë në Austri. Edhe neve nuk në dhenë as kaq. Me gjithë volumin e fort prezës, që mi i thonë bini sahatin, se pronë. Thuhet se tiktaku i sahatit të prezës dëgjohej deri në Tiranë. Në atë kohë po, por kur e morën austriakët dhe hoqen dhe shkatrun gjithë prezën, ne ngelëm si hujgarë. Pse? Sepse këta kishin edhe shtetin me vetën. I shtet në atë kohë. E majte me të zogu në dojtë e fort gjoja. Se që ku i ke atë, janë një aty. Por kjo nuk do të thotë që ti nuk bësh ata që sa shpërdo. Sepse nuk ke drejt me... Ai mejtë e boli, mune lekër e hitë, thonë qafë, se më të hynë e saj punë. Por, unë do të ftoj dite, ose të vini këtu, shkojmë dhe ke një profesorin, është njeri nga më të mirë fare, Haxhi Loka. Për çfarë njihet? Ai ka qenë pedagog, ai ka qenë kryetar, unë kam nitë për shumë kohë. Po, ai di ma shumë se unë. Hajde një dite, po vetëm i kusht, do të jap drejt këtu, se ndryshe vëllahi, ja vëllahi nuk jap, as nuk vi. Ne në presionin, ne kena vesat e mirë. Unë vetëm i një dy, unë mërë në grunë të shimë, në telefonë hatu japi drejt. Absolutisht, në nga ana juaj. Orja, a di që të më thonë presionin, unë nuk di me rajti, unë nuk di me struk. Unë kam qenë kalë karroce, shef lëgërim. Shko shifën e të ke rrugë e Elbasonit, e me të një qazim me sejtë sa heri kam të mas. Çfarë është diçka që i karakterizon persianët? Nderin për vete. Kryesori është presion të jam ndershëm. A ka në ashtu, nuk i himë saj punë. Po pjesa kryesore e presionëve të njerëzve me shkollë të lartë, zgaban. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.